Flamurtari fiton me përmbysje në një ndeshje dramatike përballë Kastriotit në Vlorë. Një takim për infarkt për vlonjatët përballë miqve që bën rezistencë për të mbrojtur kalan e Krujës. Kastrioti kaloi i pari në avantazh që në fillim, ndërsa vlonjatët arritën ta përmbysnin rezultatin, duke ju afruar Vorës me vetëm 2 pikë. Kastrioti kaloi shpejt në avantazh në minutën e 3, ndërsa ishte një gabim i Lira Allmuçës që do të kushtonte shumë dhe është Hoxha që shënon 0-1. Kastrioti tenton sërish me dalje të shpejt, por beqja drejt zonës largon mbrojtja. Flamurtari qarkullon topin ndërsa miqt janë të vendosur mirë në mbrojtje, duke mos lënë hapësira për kundërshtarin. Është minuta e 38 dhe beqaj arkon një top të lartë në zonë, por grushton Puja. 3 minuta shtesë në fund të pjesës së parë nuk do të përbënin ndryshim. Andrea Agostinelli e nis të dytën, teksa ul në stol Ahmatajn dhe aktivizon MMN. Në minutën e 47, Trashi pason saktë Oshafi, që kroson me kokë. Topi përfundon mbi tra. Edhe Shkurtaj ka një mundësi, por Puja grushton. Nga ana tjetër, Hodo brenda zonës humbet topin, ndërsa në minutën e 66 shënohet rasti i parë i rrezikshëm për flamurtarin. Shkurtaj vonon dhe më pas Fernando, i sapo futur në fushë, realizon një goditje fantastike. Puja bën një pritje spektakolare, ndërsa goli i barazimit do të vinte në minutën e 70, është Vasil Shkurtaj me një gjuajtje të bukur me kokë dhe 1-1. MM provon me të majtën, por topi devijohet. Në minutën e 5 shtesë, Fernando shërben për pjeshkën dhe goditja brenda zonës e kapitenit ndalet në rjet. Flamurtari përmbys 2-1. Në minutat në vijim nuk ka lojë efektive, ndërsa Marku deli dëmtuar. Gjithashtu edhe Kaloshi ka probleme dhe kërkohet ndihma e stafit mjekësor. Loja ndërpritet për 4 minuta. Nuk ka shumë kohë, ndërsa Flamurtari do të festonte pas një vuajtje të stërgjatur. Në këtë takim, pas ndeshjes, trajneri i Flamurtarit Andrea Agostinelli falenderon futbollistët për fitoren, por edhe tifozët për entuziazmin. Sì, guarda, io voglio ringraziare oggi i ragazzi proprio personalmente. Duaj që në radhë të parë të falenderoj djemt pasi kanë treguar në këtë ndeshje një karakter që të them të mrekullueshëm është pak. Duaj që të falenderoj edhe publikun, tifozët që në fund u entuziazmuan bashkë me ne dhe na mbështetën shumë. Djemt e din, por e din edhe të gjithë që ka ekipe që janë pothuajse kundër Flamurtarit. Ne nuk kemi pasur kur një ndeshje që ekipi kundërshtar të luante pak lehtë, por gjithmonë kemi bërë luftë, madje luftën botërore. Për këtë jam akoma më krenar për djemt. Vora, ju mendoni se ne do ta kemi të lehtë deri në fund? Jo, as pak. Jo, as pak. Deri në fund ne do ta na bëjnë luftën që të na ndëshkojnë. Për televizionin 6+1 Vlora është shprehur edhe trajneri Kastriotit Klevis Hima, i cili tha se i djeg goli pësuar në minutat e fundit. Kur goli i humbjes vjen në minutat e fundit, sigur djeg më shumë. Por i kishim përballë një flamurtar të fortë, normalisht, të mirë investuar dhe s'mbetet asgjë tjetër veç që ta uroj për fitoren dhe t'i uroj sa më shpejt ta shohin Superligë. Në fund të kësaj jave, Flamurtari do të udhtojë drejt Lushnjës më 15 mars, ndërsa takimi do të nisë në orën 14.